Maratona e Blue Fest në këtë natë të ndërimit të viteve në fundit 2025 dhe pritet 2026 vijon dhe unë kam kënaqësinë që të kem të ftuar një nga personat që ndoshta ka bërë shumë mirë me ekipin e tij në 2025-ën, por që padyshim në 2026 të presim edhe më shumë. E mbylli në vend të parë këtë vit. Shpresojmë që vitin e ardhshëm të jetë një kategori më lartë dhe kam fjalën për ekipin e Orikut dhe kënaqësia ime që të kem në studio trajnerin e ekipit të Orikut. Mirëmbrëma Gjesi. Mirëmbrëma Toni. Unë do të flas në emër Batçit dhe do të Toni si flasim me njëri tjetrin dhe në jetën e përditshme. Batçi, si ishte 2025 për Orikut? Toni, ne kemi qenë bashkë edhe para disa jave dhe kemi diskutuar që ecuria ka qenë e mirë për sa i takon skuadrës, por që jo aty ku duhet. Na mungojnë disa pikë në llogaritë tona si klub, sepse normal kemi pas mundësitë që të mblidhim më shumë pikë për të fazë. Siç dihet dhe kemi folur edhe jashtë studios që është pak shumë. Po të më pres se më pëlqen duke se kur kërkon të qëndrosh me këmbë tokë. Po, jo. Është pak e vështirë. Jo, i referohem kampionatit vjetshëm gjithmonë sepse është pak e vështirë që faza e dytë të jetë shumë e luftuar në fushë, kështu që duhet i ruajmë të gjitha gjërave dhe prandaj thash që jam i pak me këmbë në tokë. Dhe duhet që shikojmë shumë afër, gjithmonë duke filluar vitit që kemi lënë pas. Mendoj që jemi në rrugën e dur, grupin e kemi të plot, edhe shpresoj që ta mbyllim siç jemi tani në vend parë. Shpresojmë që ta mbyllim deri në fund në vend parë, sepse kjo na jep atë mundësinë për të ngjitur direkt. Se siç e dim, kampionati jonë është me sistemin play-off edhe është goxha e vështirë që se zhvillohen edhe 3 ndeshje tjera dhe kemi eksperiencë nga kampionati i kaluar. Po, kemi eksperiencë në hidhur nga kampionati që lan prapa. Do ta quaj ti, për një çak, që ndoshta nuk ndikoj vetëm fushë lojës do të thosha. Po, s'është momenti që të merremi dhe nuk vlen që të merremi tani, sepse kaloj. Është diçka që e kemi lënë pas, kështu që ne kemi nxjerrë mësimet tona dhe shpresojmë që të arrijmë objektivit që kemi. Si është futbolli në këtë kategori? Jashtë i fort. Unë kam thënë edhe në studio tjera dhe në intervista ku jam përfshirë. Shumë njerëz e gjykojnë sepse mendojnë se ka nivel të ulët, por më besoj që nuk është nivel i ulët. Unë kam 2-3 vjet që e them që nuk ka nivel të ulët në momentin që unë kam kundërshtar Tomorin, në momentin që unë kam kundërshtar luftëtarin që kisha vjet, në momentin që kam kundërshtar Butrindin, kam kundërshtar Bylis B, Partizani B këtë vit. Që luajnë dhe lojtarë Superligës. Me gjysmë informacion me lojtarë superiore dhe normalisht ka shumë nivel. Dhe nuk mund të them që është nivel i ulët. Është e vështirë, janë 2-3 fusha që janë goxha të vështira për pjesën sepse një pjesë goxha e mire e kësaj kategorie ku ne bëjmë pjesë është me barë sintetik dhe zhvillohen ndeshjet normal shumë të mira. Kështu që janë disa fusha, janë disa fusha që 3-4 fusha që janë me barë natyral, por që nuk janë në gjendje optimale për zhvilluar futbollin që ne kemi traditë si qytet, sepse pavarësisht se ne jemi Orikumi, por që tradita vazhdon në gjithmonë traditë e Vlonjatit edhe patjetër sepse ne kemi dalë nga flamurtari dhe është normale që do mundojmë të ruajmë traditën duke luajtur futbollin në mënyrën e qytetit tonë. Ne kemi biseduar edhe jashtë studiove bashkë, më ke thënë që ky ekip është shumë mirë, një ekip i cili është ruajtur bërthama e tij gjatë këtyre 2-3 vite të paktën me pak ndryshime të vogla. Mund të themi që kemi si vjetë ekip më të mirë apo? Jo, po nuk mund ta quaj që është ekipi më i mirë vjet apo më i dobët si vjet apo e kundërta. Nuk mundem sepse unë jam trajneri i tyre dhe është normale që i bie që të qesh punën time, po problemi qëndron këtu që ekipi është
pothuajse është ruajtur ajo bërthama, siç e fol edhe ti, që 90% e skuadrës është. Kemi afruar 2-3 lojtarë që janë në nivel shumë mirë dhe mendojmë që jemi shkotoni, sepse po të marrësh, të thash, po të marrësh, t'i krahasojmë të dy kampionat vjet dhe si vjet, jemi pothuajse aty. Pikët i kemi të njëjtat, kemi marrë pothuajse të njëjtat gola kemi shnuar, të njëjtën gola kemi ngrënë. Dhe është normale që ekipi është pothuajse i njëjtë. Niveli është aty, është njësoj, por që me ndryshim nga vjet, sepse vjet ishte lufta midis dy skuadrave dhe ishte pak më e vështirë, kur je me dy skuadra. Vjeti ishte me luftari. Po, kurse si vjet, deri tani të paktën që po flasim, jemi 4 skuadra që jemi në luftë. Dhe kështu që për mua është më e fortë dhe është më e mirë. Pse? Sepse gjithmonë atë që kemi folur që do luhet futboll. Unë pretendoj të luhet futboll, e kupton, dhe pastaj nëse kush ta meriton le ngjitet do t'i japim dorën. Me përmendë edhe unë po ta bëj dhe pyetje. Është më e vështirë kur lufta është midis dy skuadrave, sepse me një faktor tjetër që mund të ndikojnë te skuadra tjetër pozitivisht për atë dhe negativisht për ty. Ndërsa kur janë 4 skuadra është më ndryshe, sepse s'mund ndodh kjo gjë, apo jo? Prandaj thash, kësaj ju referova toni, kësaj pyetjes që më shtrove tani, sepse është diçka që siç e dim, ne jemi një klub që mbështetemi nga presidenti. Nga presidenti i nderuar siç është zoti Jazaj, dhe jo sepse them unë, po që e njohin gjithë edhe e din shumë mirë se çfarë ka bërë për qytetin e Urikumit dhe për sa i takon klubit të futbollit, kështu që është më e kot që unë të flas për sa i takon kësaj gjëje, por thjesht ta përmbledh me pak që ti referohem dhe pyetjes, si mos të devijoj, është në momentin që ne jemi me një president, ekipet e tjera janë me bashki. Gjë që edhe ne duhet të ishim me bashki, por nuk po i futem kësaj teme. Jo, takon njerëzve tjerë të flasin, jo mua. Por ekipet e tjera kanë bashki, në moment që kanë bashki kanë një suport më tepër. Më kupton? Dhe kjo ndodhi edhe vjet. Të njëjtën gjë dhe u penalizuam. Kështu që si vjet janë 3 ekipe në lojë që janë me president, që është Partizani, është Bylis, është edhe Oriku. Kështu që nuk kemi bashki tu në këtë kampionat. Do të luftohet drejt. Me fjalë, mendoj unë që do luftohet drejt, sepse gjithsekush ka interesat e veta sepse është privat. Kështu që unë mendoj që do jemi më, si thonë, më të qetë nga kjo pjesë. Dhe shpresoj që të jemi në forum, të jenë çunat mirë edhe pasandaj të arrijmë objektivin që ne kemi. Me që më ndollet objektivi, cili është ai për 2026, edhe pse unë e di përgjigjet. Toni, ne kemi objektiv që vërtet kemi 3 vjet që luftojmë, po them 2 vjet e fundit, kampionati që la mbrapa dhe ky kampionat, vërtet është bërë një investim, qoftë në infrastrukturë, qoftë në lojtar, apo dhe në kushte. Dhe normalisht mendoj që jemi ekipi që e meritojme me merit, patjetër, me grupin që kemi, me investimet që janë bërë, meritojmë që të ngjitemi. Por kjo nuk do të thotë që meritojmë që të ngjitemi pa luajtur. Pa merituar. Duhet të luash që ta meritosh. Duke u ndalë te 2026, do të ka nevojë për ndonjë përforcim të mundshëm ky ekip apo me parë? Më prekë. Shiko. Edhe do ta bëj këtë? Jo, shiko. Patjetër, shiko. Gjithmonë një ekip i mirë duhet të ruaj grupin sipas këndvështrimit tim. Duhet të ruaj grupin në momentin që ruan grupin, nuk të lind nevoja që të bësh, po flasim, një ndryrje në skuadër me 4 apo 5 element, sepse për mua nuk vlen. Sipas këndvështrimit tim dhe mendimit tim personal. Gjithsekush mund të bëj çfarë doj. Por unë mendoj kështu, prandaj ne kemi ruajtur grupin edhe vazhdojmë me të njëjtet lojtar që njohin shumë një tjetrin, dhe thash ne në merkaton e qershorit kemi afruar 3 futbollistë, ndërkohë që mendojmë pothuajse kemi mbyllur kontratë me një sulmues që është në nivel shumë të mirë,
e kemi vëzhguar, e kemi studiuar lojtarin për cilin po flasim. Shqiptar. Shqiptar, patjetër shqiptar. Ne jemi më shumë shqipfolës. Po e di. Të po e di. Edhe mendojmë, kemi një sumus të një që nëmbrojt që tjetë si pjesë alternative, sepse kemi pasur në ndeshjet dhe në kampionatin fazën e parë që lanë prapa, kemi pas 2 dëmtime që nëmbrojtësave dhe normalisht na detyron të hymë në merkato për një që nëmbrojtës që shpresojmë tjetë një që nëmbrojtës kategorit parë Shqipërisë, edhe jemi duke mbyllur tratativat, shojmë. Bëqi, një pyetje jashtë sferës së futbollit. Do të festojnë familjen apo kemi vendosur të qëndroni në një restorant apo jeni tradicional? Ja, unë jam shumë tradicional, Toni, sepse në jetën time kam 47 vite që nuk e festoj asnjëherë, nuk më pëlqen kjo pjesa që të vetë të festojnë lokal. Nuk e di pse, por ndihem më mirë, më komod në shtëpi. Dhe normalisht patjetër që mbas orës 12 mund dalin festoj me miq, me shok, po do jem në Vlorë, nuk iki nga Vlora. S'ka ku vetes, ja akoma me mua këtu ku do vesh. Kështu që do jem këtu edhe mbas 12 pas ta ndaj normale një shëtitje. Vlora të ofron shumë mundësi. Kemi qytet shumë bukur, pavarësisht që ka shumë punë për të bërë, po është shumë i bukur. Kemi fatin që kemi lindur këtu dhe jetojmë këtu. Jo të gjithë e kanë. Sinqerisht unë e them me krenari kudo që shkoj. Kjo është e vërtet. Jo këtu, po dhe në Europë e them me krenari, e tregoj qytetin tim me krenari, por tani duhet bësh një emision tjetër që se ne që luajmë futboll kemi dhe shumë kështu. Ta jep fjalën që do ta bëjmë në 2026. Informacione dhe kemi kritika shumë, kështu që do ta bëjmë në 2026 patjetër. Bëçi në fund edhe një urim juaj. Unë uroj të gjithë qytetarët e Vlorës që të kalojnë festa sa më të lumtura, sa më të gëzuar pranë familjeve të tyre. Të kemi 2026 të sjellë shëndet edhe vetëm shëndet. Besojni. Që është e rëndësishme. Shumë e rëndësishme nga të gjitha gjërat e tjera. Të jemi sa më të afruar me njëri tjetrin, pa mërira, pa budalliqe, sepse jeta shumë e shkurtër. Dhe normale të ofron bukurie, duhet ta shijojmë gjithmonë si thonë, këmbështrim pozitiv. Në këmbështrim pozitiv dhe ta jetojmë dhe ta shijojmë çdo ditë. Kështu që uroj që çdo gjë të kalojë mirë për të gjithë dhe viti 2026 të jetë sa më i mbar për të gjithë, shëndet edhe pak ekonomi. Patjetër. Të falenderoj shumë që ishe së bashku me mua sot, të morëm pak kohë nga kjo ditë feste, nëse mund të themi, ose natë feste, me i atë kënaqësi që të kishim në studio dhe të uroj suksese për 2026 dhe normalisht ngjitjen në kategorinë e parë, sepse jo ti personalisht, sepse do ta marrim pastaj për elozh, por ekipi Oricum të meriton të gjitha. Toni, shumë faleminderit, gëzuar dhe juve, të jetë një vit sa më i mbar për të gjithë, edhe faleminderit, shpresoj që çdo ëndër dhe çdo dëshirë 2025-s të analizojnë 2026-ën, kështu që shpresojmë dhe urojmë të jetë një vit sa më i mbar për të gjithë. Nderuar televizionistë, Maratona Blu Fest ka sjell në këtë mbrëmje disa nga momentet e veçanta të sportit në vitin 2025, që kemi pjekur të sillim personazhe, trajner, sportistë, të cilët kanë dhënë një kontribut për zhvillimin e sportit në qytetin e Vlorës dhe deklaruar që 2026 të sjell padyshim për gjithë sportin në Vlorë, në Oricum padyshim, suksese, sa më shumë suksese, trofe dhe arritje të rëndësishme dhe mbi të gjitha shëndet, siç e tha edhe Baçi, për të gjithë dhe të realizojnë gjitha objektivat për vitin 2026.